Një grup pune i qeverisë amerikane ka publikuar rregulla të reja se sa herë gratë duhet të bëjnë mamogram për kancerin e gjirit. Komisioni thotë se për shumicën e grave, mamograma duhet të fillojnë në moshën 15 vjeçare dhe jo në moshën 40 vjeçare siç rekomandohej më parë. Por jo të gjithë janë dakord me rregullat e reja. Shumë ekspertë thonë se kontrolli i hershëm përmes mamogramës ka shpëtuar jetë njerëzish. Nga arsyet që komisioni ka përmendur për rekomandimin e vet, janë alarmet e rreme kur kontrolli bëhet më herët dhe kostoja e lartë që shoqëron analizat e mëtejshme. Segal, që ka ambientuar kancerit të gjirit, është mes atyre që është kundër rregullores së re të qeverisë amerikane se mamogramet rutinë duhet fillojnë në moshën 50 vjeçare dhe jo 40. Jam e tronditur nga kjo rregullore pasi po të mos e kisha bërë mamogramën në moshën 40 vjeçare nuk do të isha sot këtu. Mamogrameve u njihet merita për paksimin e rasteve të vdekjes nga kanceri i gjirit, por komisioni qeveritar thotë se nga rekomandimet e reja do të përfitojnë më shumë gra duke shkurtuar analizat e panevojshme, biopsitë e dhimbshme dhe duke ulur ekspozimin ndaj radiacionit. Doktoresha Diane Petit është pjesë e grupit punës. Kur mamografia fillon nga 40 deri në 49 vjeç, përfitimet janë më të vogla, alarmet falso janë të larta se sa kur skanimi fillon në moshë të madhe. Kjo për arsye se indet e gjirit të grave të reja janë më me dënsi se sa ato të grave të moshuara dhe gjendja e tumoreve të gratë të reja është më e vështirë. Grupi i punës rekomandon gjithashtu më pak mamografi, çdo 2 vjet për shumicën e grave pas moshës 50 vjeçare në vend të çdo viti, duke filluar nga mosha 40 vjeçare. Kontrolli çdo 2 vjet ka përfitime më të shumta për sa i përket paksimit të vdekshmërisë nga kanceri i gjirit, ndërsa ul dëmtimin prej rezatimit. Doktoresha Susan Love është specialiste për kancerin e gjirit. Specialistët janë të ndarë kur flitet për rregulloren e re, e cila rekomandon gjithashtu që mjekët të ndalin udhëzimet se si gratë të vetë ekzaminohen. Për sa i përket mamogramës, doktoresha Marisa Weiss thotë se ajo do të vazhdojë të kërkojë pacientëve të saj ta bëjnë atë çdo vit duke filluar nga mosha 40 vjeç. Realiteti është se kanceri i gjirit është forma më e zakonshme që prek gratë dhe mamografia është e vetmi analizë që është e vërtetuar të shpëtojë jetë. Por doktoresha Love thotë se mamogramet nuk kanë zbuluar asnjëherë kancerin e gjirit në një numër të madh të gratë nën moshën 50 vjeçare. Nuk duhet të përdorim një analizë që nuk funksionon dhe ka rreziqe, por të gjejmë diçka që funksionon vërtet apo të gjejmë shkakun e kancerit të gjirit e ta ndalojmë atë. Grupe si Shoqata Amerikane e Kancerit nuk janë dakord me rregulloren e re. Shoqata thotë se morën në shqyrtim të njëjta statistike që pa edhe grupi i punës si dhe të tjera të dhëna dhe do të vazhdojë të rekomandojë mamografi për gra duke filluar nga mosha 40 vjeçare. Shoqata Amerikane e Kancerit dhe grupe të tjera përkrahase thonë se janë të shqetësuar se në Shtetet e Bashkuara të paktën kompanitë e sigurimeve do të ndalin pagesat për mamogramet për gratë nën moshën 50 vjeçare.